800.000 euro për një vilë me 4 dhoma gjumi, 400 metra katror sipërfaqe, edhe nga ndërtuesi e marrë në Dubai. Këtu jemi te projekti The Valley. Projekti The Valley gjendet në rrugën El Ain Road, e cila është kjo këtu, projekti është ky. Pse ky projekti ja vlen më shumë se so projekte tjera vilash? Sepse jemi, siç thash, te kjo rruga këtu, e cila është rruga El Ain Road, edhe pse tingëllon pak më jashtë qytetit, kuptohet, këtu është downtown Dubai, këtu është Creek Harbor, këtu është Palma dhe Marina, prap se prap, këtu i bëjmë vetëm 20 minuta deri në qendër. Që do thot, ata persona që jetojnë aktualisht në këtë zonën këtu të vilave, e kanë këtë rrugën këtu, ose këtë rrugën këtu, për më shku tek downtown Dubai. Mirë po, kushdo që jeton këtu të The Valley, nuk ka trafik edhe direkt shkon në qendër të qendrës ose shkon edhe tek deti. Do më thonë, lokacioni si lokacion është shumë i mirë sepse nuk ka trafik rrugës. Mirë po, si duket projekti? Projekti si projekt, së pari është i ndërtuar nga e marë, ndërtuesi numër 1 në Dubai, mirë po dhe është vetëm 8 minuta nga Dubai Outlet Mall, siç thash 20 deri në 25 minuta deri tek Burj Khalifa dhe Dubai Mall, edhe 25 minuta deri tek aeroporti DXB. Ky është projekti si projekt ose lokacioni The Valley. The Valley është i ndarë në disa clusters, që do më thonë disa zona në zona, si që shini këtu për shembull Farm Gardens, nishi, dyshi, Farm Grove, nishi dhe dyshi, kushdo që blen vila këtu e ka një komunitet në komunitet, që do thot, gjdo cluster, gjdo komuniteti këtu e ka një pishin, e ka një palestër të ndarë për pronart e vilave, edhe që mos të bëhet shumë fluks brenda. Sidomos, në këtë lokacion kemi dhe shumë gjelbrim, që do thot, është një ndër lagjet më të gjelbërta në Dubai edhe një ndër lagjet më gjelbërta në Azi, sepse edhe pse këtu të bëhen deri në 50 gradë, e mari e ka mundësinë që t'i bën gjitha lagjet gjelbërta. Kush ka qenë një herë në Creek Harbor, në downtown, ose dhe në Dubai Hills, i ka pa parqet, i ka pa gjelbrimet, i ka pa pemt, palmat e gjitha gjana tjera. Do më thonë, këtu e kemi avancin se e kemi lagjen në lagje. Vazhdojmë me fazën tjetër ose me faqen tjetër. Çdo lagje, çdo komunitet në Dubai nuk e ka vetëm një shtëpi brenda, por e ka edhe një hyrje këtu brenda, ku e kemi sigurimin, do më thonë 24 orë 7 ditë javës, këtu kushdo që futet me makinë, e ka këtu një rampë edhe sigurimi nuk e lejon dikon që nuk e ka drejten që të futet. Sidomos dhe një xhami e kemi këtu, një qendër tregtare, edhe shumë gjana tjera që do t'i shohim në faqet e ardhshme. Si janë çmimet këtu? Çmimet për Dubai janë shumë të ulta për metër katror. Aktualisht i kemi 1500 dirham për square foot. Do më thonë, jemi rreth 4000 euro për metër katror. Në vitin 2025. Por, perspektiva ose prognoza e marit do jetë 2700 dirham për square foot në vitin 2029, do më thonë në përfundimin e projektit, që do thot 7000 euro për metër katror. Do më thonë një 2 fishim i vlerës gjatë ndërtimit. Bleje sot në 2025, përfundimi bëhet në 2029, edhe e ke pothuajse një 2 fishim të çmimit. Këtu i kemi dhe çmimet e vitit 2022, cilat i tregoj këtu. Do më thonë, kush ka blej në 2022, ka blej me 800 dirham për square foot. Sot jemi 1500, do më thonë, kush ka blej në 2022, vetëm në 2025 i ka më shumë se, ose gati 2 fishu vlerat e metrit për katror. Këtu, çka ofron lagja brenda? E kemi një Golden Beach, i cili është 47.000
metra katror i madh me plazha artificiale, me qasje vetëm për rezidentat e këtij vendi. E kemi një sports village, do më thonë një katun i sportit me 25.000 metra katror, me fusha futbolli, basketbolli, tenisi, gjitha gjanat që juve ju nevojiten për me bo sport. Atëherë e kemi një kids dale që do thotë një lloj kopshti i fëmijëve i hapur me më shumë se 13.000 metra katror sipërfaqe, edhe një park, Central Park me 229.680 metra katror. Do më thonë një vend të cilin nuk e gjejmë as në Evropë, e këtu jemi në midis të shkëtirës në Dubai, do më thonë. Edhe njëherë një llogari e çmimeve për metër katror të cilin e kemi këtu. Do më thonë, lagja si lagje gjendet në The Valley këtu, në rrugën El Ain Road, me çmime deri ose nga 1.500 dirham për square foot, që do thot rreth 4.000 euro për metër katror. Mirë, po nëse i shohim lagje tjera, i kemi 2.750 dirham për square foot, 2.650, 2.700, 3.700 për shembull këtu, që do thot më shumë se 10.000 euro për metër katror. Këtu i kemi gati 12.000 euro për metër katror. Këtu i kemi 7.000 euro për metër katror, që do thot çmimet për metër katror këtu janë gjysa e lokacioneve tjera nga Emari. Këtu i kemi vetëm lagjet e Emari, do më thonë, kemi Dubai Marina, Emaar Beachfront, Downtown Dubai, Creek Harbor, Arabian Ranches, 1, 2, 3, e kemi The Oasis, edhe Dubai Hills për shembull, ku çmimet vetëm e kanë arrit një nivel të cilin The Valley do ta arrit në të ardhmen. Vazhdojmë me faqen tjetër. Këtu e kemi komplet lagjen si lagje, do më thonë kjo është e lançuar, këtu lagje tjera do lançohen në të ardhmen. Edhe një shifër shumë interesante. Sot do jetë i madh The Valley si master plan. The Valley do jetë 1.32 milion metra katror, që do thot 1.320.000 metra katror. Do t'i kemi open space, do më thonë vetëm hapësirë me gjelbrime, me pishina, me gjitha gjanat, 357.000 metra katror, që janë 27% i gjithë lagjes, do jetë vetëm komuniteti, do më thonë jo shtëpijat, jo oborët e shtëpijave. Vazhdojmë me faqen tjetër. Këtu e shohim edhe njëherë gjelbrimin, do më thonë brenda janë shtëpijat, këtu, edhe njëherë për ta parë, këtu brenda janë shtëpijat, për rreth totalisht kemi vetëm gjelbrim. Do më thonë, ajri këtu është shumë i pastër, shumë më i pastër se sa në vende tjera në Dubai. Edhe njëherë këtu një krahasim me Dubai Hills, edhe The Valley faza e parë, tani The Park do më thonë si gjduket totalisht The Valley. Vazhdojmë këtu edhe njëherë, këtu i kemi shtëpijat, për rreth e kemi gjelbrimin, edhe këtu gjelbrimin, me pishina, me sports village, me palestra edhe gjana tjera. Vazhdojmë këtu. Këtu shifen edhe njëherë çka ofron gjithë lagja. Edhe vazhdojmë me faqet tjera. Këtu i kemi planet e shtëpijave. Ja fillojmë me sipërfaqe të brendshme nga 4.345 square feet, që janë përafërsisht 400 metra katror, me një tokë rreth 600 metra katror. I kemi 4 dhoma gjumit tek plani më i vogël, poshtë një sallon, dhomë gjumit për mysafir, një pishin këtu, ose plani për pishin, një taras goxha e madhe, atëherë ky është kati i dytë, me 1, 2, 3 dhoma gjumi, edhe kati i katërt me një dhomë gjumi tjetër. Vazhdojmë me faqen tjetër. 5 bedroom, për shembull 5 dhoma gjumi nga 500 metra katror sipërfaqe, edhe 700 metra katror tokë, edhe 5 dhoma gjumi premium. Këtu i kemi 780 metra katror sipërfaqe, edhe 880 metra katror tokë, edhe pagesa si pagesë shkon 80-20, që do thot ju vetëm për para pagesë, për paradhënie i paguani 24%, atëherë vazhdoni during construction, do më thonë gjatë ndërtimit, këtë 80% minus 24% i paguani gjatë ndërtimit, edhe me përfundim të projektit edhe njëherë 20%. Mirë po, si që thamë dhe në fillim, deri në përfundim projektit do t'i bën 2 fish fitim, që do thotë nëse për shembull investoni 750.000
euro, deri në përfundim i keni 1,5 milion euro, që do thot një dy fishim, edhe këtë 20% nuk jeni të obliguar të paguani. Do më thonë, nëse keni dëshirën që ta shitni për 1,500,000, mund ta shitni për 1,500,000, 750,000 i paguan e marit edhe kusurin e mbani në gjep, e cila është, do më thonë, një fitim shumë i madh, ose thjesht jetoni në këtë lagje. The Valley, a new chapter, një hap i ri në Dubai. Nëse jeni të interesuar, kontaktomni këtu në TikTok ose Instagram, edhe mbesim në kontakt.